Të nderuar përfaqësues të mediave, përpjekjet tona janë të orientuara drejt ndërtimit të një sistemi shëndetësor, i cili është i bazuar në transparencë, në llogaridhënie dhe një qasje të barabartë për çdo qytetar në vendin tonë. Është shumë e rëndësishme për ne që politikat shëndetësore t'i afrojmë për çdo pacient dhe për çdo punonjës shëndetësor në shtetin tonë, sepse sistemi shëndetësor e ndërtojmë të gjithë së bashku si pjesëmarrës në këtë pjesë. Një nga aspektet të cilët për shumë vite nuk i është kushtuar vëmendje, është edhe lista e barnave esenciale, e cila nuk ishte përditësuar për më shumë se 10 vjet në shtetin tonë. Prandaj, si ministër, ju përkushtuam përgatitjes së një liste të re, të modernizuar, duke u bazuar në dëshmitë më të fundit shkencore dhe në standardet ndërkombëtare. Kjo listë është veçanërisht shumë e rëndësishme edhe shërben si një instrument kyç për sigurimin e terapive kritike, për shëndetin publik të qytetarëve tonë dhe mundëson përfshirjen në procesin e mbulimit të shpenzimeve përmes sigurimit shëndetësor në vend. Ndër të tjerat, për herë të parë, lista përfshin edhe barna për kontracepcion, si dhe barna për terapi zëvendësuese të nikotinës. Gjithashtu, dua të theksoj se përditësimi i kësaj liste mundëson harmonizimin me standardet bashkëkohore klinike dhe qasje në terapi të reja dhe efektive. Vetëm përditësimi është realizuar nga fundi vitit 2025 në kuadër të platformës kombëtare për barna, në udhëheqjen e Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të Organizatës Botërore Shëndetësore dhe grupit punues. Në proces morën pjesë përfaqësues nga institucionet përkatëse kombëtare, nga akademia, nga organizatat e pacientëve, si dhe nga industria farmaceutike. Si bazë është përdorur lista e barnave esenciale e Organizatës Botërore Shëndetësore, e cila përditësohet çdo 2 vjet nga Komiteti i Ekspertëve për zgjerimin dhe përdorimin e barnave thelbësore. Ndërkohë, me ligjin e ri për barna parashikojmë gjithashtu përditësimin e kësaj liste çdo 2 vjet në përputhje me praktikat e OBSH-s, që do të kontribuojnë në më tej në parashikueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e sistemit për furnizimin me barna në vendin tonë. Siç e përmendëm, qëllimi ynë është që listat e barnave esenciale të pasqyrojnë standardet bashkëkohore terapeutike dhe barnat e reja që janë dëshmuar si kyçe për shëndetin publik, duke mundësuar njëkohësisht edhe qasje më të madhe në terapitë moderne dhe në terapitë efektive. I falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë proces për angazhimin e tyre profesional dhe të përkushtuar gjatë gjithë këtij procesi. Vazhdojmë të ndërtojmë një sistem shëndetësor, i cili është në hap me kohën, në hap me standardet bashkëkohore dhe në funksion të shëndetit të qytetarëve në vendin tonë. Tani, ftoj gazetarët që të parashtrojmë pyetje lidhur me temën. Ju falenderoj shumë.